Fadromat e Inspektoriatit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit kanë zbarkuar mëngjesin e kësaj të mërkure në sezon veror sërish në fshatin turistik të Radhimës. Krahas objekteve të tjera të parashikuara në zonë për të prishur, IKMT-ja është ndalur edhe tek një subjekt privat që funksionon si dhoma plazhi, hotel dhe beach bar. Rosela Toska, administratore e subjektit, thotë se ka marrë të gjitha lejet e shfrytëzimit të hapësirës publike si plazh, por edhe dhomave të turistëve. Ajo thotë se ka paguar edhe taksat vjetore, por sërish po i kërkojnë ta shembin. Kjo sipas saj bën në kundërshtim me lejet që kanë dhënë më parë. Atëre, kjo është planimetria që është e vitit 1993. E gjithë kjo planimetri ku tregohet që dhomat janë 4 dhoma poshtë, pjesa e kuzhinës, kati i dytë është domethënë 2 dhoma, banaku dhe pjesa tjetër është një solet e shfrytëzuar. Përse duhet të bëjë kjo në kulmin e sezonit, kur ti mua mund të më vije të më thoshe më përpara? Ne e dim që këtu do të bëhet një lungomare, jemi në dieni për këtë gjë, por me sa kemi folur me inxhinierin e firmës, na ka thënë që nuk ka as edhe një lloj punimi në zonë, ne I kemi mbyllur punimet. Nuk ka absolutisht asnjë lloj. Toska tregon se nëse do të kishte probleme do të ishte penguar në hapat e mëparshëm dhe jo për t'i dhënë leje, të investonte në to dhe më pas të shemben. Inspektoriati Mbrojtjes Kombëtar të Territorit kthehet sërish në jug të vendit pas aksionit në zonën e Palasës, të Dërmiut dhe të Jalës, ndërkohë që IKMT-ja ka parashikuar të qëndrojë në jug edhe për disa ditë në prishjen e disa objekteve të tjera të cilat nga kontrolli në territor rezultojnë pa leje.